se sa njeriu t'i mbështetet krijuesit gjithësisë Allahu Azza wa Jall. Pra Ibrahimi alayhis salam pasi kaloi një kohë gjatë me Haxherin, bashkëshortën e tij pa fëmijë. Ju lutën Zotit ma tho, Zoti im, më furnizo mu me fëmijë. Edhe pse në moshë të madhe Allahu e përgëzon. Dhe ne thot e përgëzuam Ibrahimi me një djalë të urtë, një djalë të mirë, pa ardhur në dynja akoma. Ismaili alayhis salam, Allahu Azza wa Jall e lavdëron dhe i thot ne të përgëzojmë ti o Ibrahim me një djalë të mirë, të urtë, të bindshëm. E lusë Allahun Azza wa Jall që këdo që Allahu ka sprovuar dhe ka privuar nga fëmijët, o Zot furnizoj se ti e furnizuesi i vërtet. O Zot gëzoj se ti e i cili gëzon me të vërtet zemrat. E kur erdhi momenti, pasi Allahu Azza wa Jall e gëzoi Ibrahimin alayhis salam me fëmijën, me Ismailin, e kur Ismaili kaloi, pra erdhi në një moshë që dilte me babain e tij, që lose me babain e tij, që ta gëzonte babai i tij Ibrahimi alayhis salam, vjen urdhër nga Allahu Azza wa Jall për të vënë provë besimin, sakrificën, sinqeritetin e këtij profetit të zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall Ibrahimit alayhis salam. Dhe i thot, pasi ishte ka mosha më e bukur, i thot Ismailit, o biri im, unë ty të shikoj, pra më urdhër, të shikoj në ëndër, sikur të bëj sakrificë, pra të bëj kurban për Allahun Azza wa Jall. I drejtohet djalit tij. Moment pra shumë të rëndësishëm, shumë prekës për Ibrahimin alayhis salam. Nga ana tjetër, ky djalë të cilin e përgëzoi Allahu, Zoti i gjithësisë para se të vinte, i thot babait të tij, o babai im, veprot çfarë të është urdhëruar nga Allahu Azza wa Jall, sepse unë e di shumë mirë se ky nuk është nga ana jote, është urdhër nga Zoti i gjithësisë, se të gjiduni inshallah min as-sabirin, dhe do të ngjesh mu me lejen e Allahut Azza wa Jall nga durimtarët. Momenti më decisiv, momenti kur babai ofron fëmijën e tij pas një kohe gjatë, pas duave drejt Zotit i gjithësisë, pasi u lidh zemra me të, pasi u afrua me fëmijën, vjen momenti për të vërtetuar vërtetësinë e besimit në Zotin e vërtet vetëm pa shok. Ibrahimi alayhis salam për të dhënë kurban, për të ofruar djalin e tij. E kur vjen ky moment, Allahu Azza wa Jall pa diskutim nuk deshte nga Ibrahimi alayhis salam që të ofronte djalin e tij. Nuk e deshte Allahu Azza wa Jall që ta sakrifikonte djalin e tij, por për të dhënë provë besimin e Ibrahimit alayhis salam, nuk e pranoi Allahu Azza wa Jall kurban njeriu. Edhe pse për fat keq, sot në ditën që ne jetojmë, po bëhen kurban me mira fëmijë, për shkak të politikave të cilat janë për interesa personale, në emër të Zotit, në emër të fesë, bëhen kurban fëmijë, sikur nuk ndodh asgjë. Pa diskutim se këtu është dallimi mes krijuesit Zotit gjithësisë, mëshirës madhe që ka Allahu Azza wa Jall për njerëzit, momentin kur kërkoi që të ofrohesh djali i Ibrahimit, profetit Zotit kurban, i thot Allahu Azza wa Jall, o Ibrahim, ti e vërtetove, e tregove besimin tat në Allahun Azza wa Jall. Ti e tregove sakrificën tate. O Ibrahim, ne ta zëvendësuam kurbanin me një dash nga xheneti, nga qielli, për ta bërë atë kurban të ngeli kjo sunet pasuesit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Nga këtu ka ardhur dhe kurbani. Për këtë arsye vëllezër, duhet me ditë se tre gjëra janë të pa diskutueshme për njeriu në të dynja.
E para, çdo kush nga ne çdo kush nga ne do ta shijojë atë çfarë Allahu ka caktuar për të vdekjen. E kur Allahu Azza wa Jall kërkoi Ibrahimit alayhis salam që sakrifikonte djalin e tij, nuk e kishte për qëllim djalin, por sakrificën, por besimin që duhet kemi, por zemra që duhet lidhen fort me Allahun Azza wa Jall. Edhe se kurbani jepet për Zotin e gjësisë, për askën tjetër, edhe për t'i treguar vëllezër se një ditë çdo kush nga ne do të largohet nga kjo dynja. Kjo e vërtet është e padiskutueshme. Çdo kush e beson që do të largohet një ditë nga kjo dynja. E dyta, që nuk ka diskutim, është se Allahu Azza wa Jall është më i mëshirshëm me ne. Kudo që drejtohesh ti, sado që t'jetë afër teje, Zoti i Madh është më i mëshirshëm, krijuesi është më i mëshirshëm me krijesat se kushdo tjetër, qoftë edhe nëna jote. Dhe këtu del pa, sot në ditët e sotme del pa shumë më mirë se çfarë do të thotë mëshira e Allahut Azza wa Jall për njerëzit dhe çfarë do të thotë kur zemra ngurtësohet, errësohet, nxihet dhe nuk njeh mëshirë, qofshin fëmijë apo gra, qofshin të pa fuqishëm apo të dobët, nuk njeh. Por tregon të mizurinë e vet. Por jo në emër të Zotit. Absolutisht kjo nuk ka lidhje me Allahun Azza wa Jall, me krijuesin e gjësisë. Zoti i gjësisë kur tregon dhe thot për kurbanet që ofrojnë sot besimtarët, thot o ju njerëz, tek Zoti i Madh nuk arrin as mishi dhe as gjaku i baktive tuaja. Por çfarë arrin? Shkon devotshmëria, përkushtimi, besimi në Allahun Azza wa Jall, besimi dhe njësimi në Zotin e gjësisë. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, dega ime jam për Allahun, Zotin e vërtet, Zotin e botrave. Kështu që vëllai dashur, pa diskutim, do të kesh bindje dhe besim se Zoti është më i mëshirshëm. Tek mëshira e tij duhet mbështetesh. Kemi treguar profetit sallallahu alaihi wasallam historinë e asaj gruaje, asaj nëne, e cila pas një betejë po kërkonte fëmijën e humbur. Sa nëna kërkojnë fëmijët e tyre sot. Ne lutim Allahun Azza wa Jall t'i mëshirojë, t'i ndihmojë. Po kërkonte fëmijën. Dhe çfarë? E shikon profeti sallallahu alaihi wasallam se i mori vëmendjen sahabeve, shokëve të tij. Edhe pasi e pan që e gjeti fëmijën dhe përqafoi me atë përqafimin dhe mëshirën e nënës ndaj fëmijës, i thot i dashur i Zotit, a ju bëri përshtypje, a ju bën përshtypje dashuria e kësaj nëne ndaj fëmijës vet? A mendoni se mundet që kjo nënë pasi momentit ta hedhë dhe fëmijën e saj në zjarr? Thamë kurse si o i dashur i Allahut. Shikoni çfarë thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu, Zoti ynë, Zoti i vërtet, krijuesi i gjësisë, është më i mëshirshëm me ne se sa kjo nën me fëmijën. Për këtë arsye, e pa diskutim për e dyta, Zoti i Madh është më i mëshirshëm se ne për njëri tjetrin. Për këtë arsye themi, o Zot, mos na lën mëshirën e njerëzve, por na merr mëshirën tate. Dhe e treta që është e padiskutueshme, kjo dynja është vështirë të ketë rati dhe qetësi. Sado që kalon një moment të mirë, do vjen diçka që do të jetë ose do ta aprishë atë qetësinë, ose çdo qetësi, çdo mirësi ka një lodhje vetvete. Qetësia e vërtetë e besimtarit është momentin kur Zoti e përgëzon me xhenetet e larta. Është momentin kur fiton kënaqësinë dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Prandaj vëllezër, kur bën Bayrami përveç se njeriu ofron ai që ka mundësi, kur bën për Allahun Azza wa Jall, më rëndësishme se kjo është që të ofrosh zemrën tënde tek Allahu Azza wa Jall, që ta kuptosh besimin në Zotin e vërtet, që ta kuptosh mesazhin që Allahu ka dërguar në tokë,
që t'jesh i njerëzishëm, të mos e humbish njerëzillëkun, të mos largohet nga zemra jote mëshira, besimi në Zotin e vërtet, ta kuptosh se nuk ka sakrificë më të madhe, dhe se nuk do të kesh shpërblim më të madh, se sa njeriu të lidhet me Allahun krijuesin e gjithësisë. Në momentin që largohet nga zemra, largohet nga besimi, në momentin që largohesh nga mëshira e Allahut Azza wa Jall, prej këtij njeriu pret çdo gjë. Për ati që nuk ka frikë Zotin e gjithësisë, për ati që është larguar nga rahmeti i Zotit, nga ky duhet të kesh frikë, se ky e ka humbur dhe zemra e tij është në zirë. Për këtë arsye kjo festë vlen shumë për ne, për të kuptuar thelbin e mesazhit që Ibrahimi alayhis salam i dha këtij umeti, këtij populli, që Allahu Azza wa Jall tregon nëpërmjet Ibrahimit alayhis salam. Kur Zoti i gjithësisë thotë: "O Ibrahim, ti e tregove besimin tat, ti e pranove atë çfarë Allahu të urdhëroi, ti e dhe kurban e ofrove, sakrifikove fëmijën vetëm, atë cilën e prite me kaq mall, pas kaq viteve, në momentin më të bukur kur ti u afrua zemra me ty, ti o Ibrahim, e tregove besimin e vërtet, por ne nuk kemi për qëllim të. Por Allahu Azza wa Jall nuk ishte për qëllim që të njeriu të ofrojë njeriu kurban. Nuk ishte Allahu Azza wa Jall për qëllim që të ofrohen kurban njerëzit. Allah është i mëshirshëm, nuk do që ne të vuajmë. Por njeriu kur largohet nga besimi në Zot, por njeriu kur i largohet mëshira e Zotit nga zemra, ofron çdo gjë kurban. Zoti na ruaj. Prandaj në këtë ditë bukur feste, e lut Allahun Azza wa Jall që Zoti i gjithësisë na i afrojë zemrat tek ai. E lut Zotin e Madh që zbresi mëshirë mbi zemrat tona. E lut Allahun Azza wa Jall që na falit, na mëshiroj. E lut Allahun Azza wa Jall që muslimanët të ndihmoj. E lut Allahun që ta zbresi mëshirën e tij mbi ne, mbi familjet tona, shoqërinë tonë. O Zot ynë, gëzoje çdo familje, o Zot pranoj lutjet tona, o Zot na fal dhe na mëshiro, për shumë vjet gëzuar Kurban Bayramin. Allah